Çka pat një element shumë të rëndësishëm në Ramazan? I thojnë gjuhën e dietarëve dhe të Kur'anit es-siddiqia, es-sidq, vërtetësia, qiltërsia, transparenca me marrjen e lajmit. Transparenca me marrjen e lajmit. Thot Allahu xhelle xhelalu alladhi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi. Thot Allahu xhelalu ala, ai I cili ardh me të vërtetën, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe ai tjetri I cili ja pranoi të vërtetën dhe tha është e vërtet, Ebu Bakr as-Siddiqu. Në Ramazan çka banon? Veç e ke marrë me vërtetësi lajmin. Allahu ju thot, ju e keni obligim ma xhuru, u kryo Zot, kjo e vërtetë. Çu e vërtet? E vërtet 100% do të ma xhurojë. Ja, me çka të vërtetësi me vazhdu mas Ramazanit, njeriu e ka Ramazanin mas Ramazanit. Veç bëj vërtet. Çka I bën mu bëj vërtet? Kur thojë Zoti falu, e vërtet Zot, do të më fal, patjetër. S'ka zgjidhje këtu. Për shembull, njeriu në Ramazanin kur e le vetëm? Kur e le agjërimin? Veç kur ti vjene një e vërtet tjetër e barabart me këtë vërtetën e cila I thot ti e ki obligim agjërimin dhe ti ki me agjërue, ti shekon I shnosh, ama je I smut. I ka ardhur një vërtet tjetër, nga se ka thënë Allahu xhelle xhelalu fe men kana minkum maridan aw ala safar. Pra, ai I cili ka thënë agjëro detyrimisht, I njëjti Allah me gjithën vërtet I ka thënë nëse je I smur mos agjëro. Pra, ka ardhur një vërtet për jashtim. E mirë vëllezër, kur njeri për shembull Allahu xhelalu ala dëgjon duke thënë aqimus salate, falë namazin. Apo thot Allahu xhelalu wa aqimis salata li dhikri, përmend falë namazin me përmend mua. Pejgamberi do të 5 namaz Allahu ja ka bë obligim. Mirë. Çiki, morë mend çka çembull. Agjërusi në Ramazan nëse oj smut me arsyetim doktori thot të ndaluar e ki me agjëru sebeb që kjo më të bo çki dam. Edhe çka I thot feja, mos agjëro. Mos agjëro. O men kana minkum maridan, kush o ju pi juve I smut, mos agjëroje. Çka e zbriti pin obligim ndales me ndalim? Allah, I njëjti Allah. Ai smuta, mos agjëro. E kompenzon më vonë. Mirë, tash na po dojna me ditë kur Allahu neve na thot ti e ki obligim 5 vakt me fal. Kur dikush s'falet, në cëllin ajet e ka gjetë? Në cëllin ajet e ka gjetë? Kush shkruan në Kur'an, e të bakallxojë dikush mua, kush shkruan në Kur'an, si ti jesh në punë, mos u fal. Allah I ka thënë. Ka disa filozofojnë me librat e Titës edhe të Enverit. Kjo puna thot. O ti na më thon ajet kuranor, hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, feja amor pi Allahut, jo pi Titës. Kur ti jesh në punë ti, edhe puna e farz. Puna e farz mas namazit, jo para namazit. Puna e farz mas namazit, jo para namazit. Andaj Allahu I tha smutit ti mos agjëro. Allahu I tha, e mirë, kallzom kush I tha atij cili on tez le namazit, kush I tha? Kush I tha atij cili për pikën e çeve do të vallahune s'kam fal. Kush tha ti mos më fal? Për këtë arsye të ndëruar xhamali, duhet besimtari më koni vërtet, sepse nëse nuk je I vërtet Allah nuk të uzon. Allahu thot në Kur'an, wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin, wallahu la yahdi al-qawma al-zalimin, wallahu la yahdi al-qawma al-kafirin. Allahu nuk I çet në udhëdrejt prishtit. Allah nuk I çet në udhëdrejt të zullumçarët, dhe Allah nuk I çet në udhëdrejt jo besimtarët. Dhe në ajet tjetër rana cakër. Pse? Sepse nëse si I vërtet, prindi çka I thot e vladit, profesori çka I thot nxënësit, veç më shumë rrej, ka të drejt. S'ka problem. Këti rregullojna, ka të drejt. Shembulli Allahut të më I larti. Allahu ju thot ka të drejt. Ka të drejt. Ku mbo gjuna, thuj ka mbo gjuna. Ka tobe, ka masa me të cilat ti e përmirëson veten. Mos e luaj rolin e kur xhozbona unë. Si thuj kur xhozbona? Kjo më e masa ve gjunaj. Për këtë arsye të ndëruar xhamatli, ne në Ramazan e aplikum, e zbatum një gjë e cila quhet çfarë? Quhet sidq. Vërtet. Çish thoi Zoti çashtu. Për këtë arsye, pa të kohë edhe më fal 5 vakt, pa të kohë edhe më fal taravi, pa të kohë edhe më agjëru, pa të kohë edhe më ngu ders, pa të kohë edhe me muçun si fil, pa të kohë edhe me bëj iftar, pa të kohë edhe me net me familjar, pa të kohë edhe me vizitu njerëzit. Për këtë pa të kohë edhe me shku në punë. Për këtë pa të kohë.
Qysh mujti me pa? Çka dalloj mes para 2 ditëve dhe sot? Çka dalloj para 3 ditëve? Çka da? I njëjti dilli, një ta hanë, një ta ditë, një ta natë, një të cahat, ti njëjti njëri, veç një sen ka dallu. Atëherë i kom pak më i vërtet tash vërtetësia. Andaj, dush me rregullu atje te procesorat e tu, te motorat e tu, diçka e cila quhet vërtetësi. Rregulloj e mirë. Shloj azanin e vërtetësisë. Shloj azanin e vërtetësisë. Shloj azanin sinqeritet. Bëj si gjerë me Allahu xhelel xhelalu. Çka ka thënë Zoti zbatoje. Çka ka thënë Allahu te bareke ve teala zbatoje.